Partia Popullore Europiane në rezolutën e votuar, numër 4 të votuar me emergjencë dje, bën thirrje për veprim Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Europës dhe institucioneve tjera ndërkombëtare demokratike që të kërkojnë nga autoritetet shqiptare të ndalojnë çdo lloj keqpërdorimi të pushtetit shtetëror, blerjen e votës, intimidimin e votuesve dhe manipulimin zgjedhor. Kërkon zyra e prokurorisë duhet të hetojë në mënyrë të plotë dhe në kohë para zgjedhjeve të gjitha akuzat që lidhen me krime zgjedhore dhe të sjell autorët para drejtësisë. Pra, ju kuptoni vetë Edi Ramën, Ulzi Manjen e tjerë në radhë. Të sigurojnë qasjet barabartë në media për të gjithë aktorët politik dhe të ruajnë mbikëqyrjen e pavarur zgjedhore. Partia Popullore Europiane gjithashtu bën thirrje institucioneve europiane, OSBE, ODIHR-it dhe Këshillit të Europës të dërgojnë vëzhgues të tjerë afatgjatë në bashkitë në rrezik të lartë. Të dokumentojnë dhe denoncojnë publikisht abuzimet zgjedhore në raportet përfundimtare. Të aplikojnë mekanizmat e kushtëzimit brenda procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, pra kredencialet e Edi Ramës u dogjen përfundimisht nëse thot shkeljet vazhdojnë. Rezoluta përfundon, Partia Popullore Europiane do monitoroj nga afër me kujdes zhvillimet në Shqipëri. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo rezolut e votuar dje nga CDU, Partia e Kancelarit Merz dhe 82 parti të tjera antarët Partisë Popullore Europiane vjen si diamanti në kuror të 3 rezolutave të tjera dhe Shqipëria bëhet vend i vetëm që në harkun kohor 6 mujor komuniteti ndërkombëtar lëshon 4 rezoluta për ndërshkimin e Edi Ramës. Pra, si që shifni, Edi Rama është delja e zezë e Europës, raport me zgjedhjet dhe drogën. De facto, Edi Rama është sot delja e zezë e Europës. Ai, si që është i quajti këto broshkulla, por këto janë të vërteta, të cilat në mënyrë absolute nuk do i ka përdi asnjë shqiptar dhe asnjë europian. Pra, ky është Edi Rama 8 ditë para zgjedhjeve. I nxirr siç është